Familja e Liridona Ademajt u ulën për herë të fundit në ulsën e të dëmtuarve në gjykatore. Babai e vëllai i saj të parët me të cilët u përshëndetën ishin pikrisht ata që zbardhën çdo provë për vrasjen e të bijes së tyre që fillimisht ishte raportuar si grabitje armatosur. Gjykata themelore në Prishtinë këtë të martë shpalli aktgjykim dënues për 3 të akuzuarit. Naim Murseli e Granit Plava u dënuan për vrasje të rënd në bashkëkryerje e Kushtrim Kokalla për ndihmë në kryerjen e vrasjes së rënd. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjatje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Asnjëri nga të akuzuarit nuk ishin të pranishëm në shpallje të aktgjykimit. E në fund të kësaj seance nuk munguan as përqafimet emocionuese të familjes së Liridonës. Vëllai i Liridonës, Leonardi, i cili nuk mungoi në pothuajse asnjë seancë gjyqësore, tha se kjo është drejtësi edhe për fëmijët e Liridonës. Ajo se çfarë vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se Naimi së bashku me kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. E avokati i familjes tha se doja apelojnë vendimin për dënimin ndaj Kokallës, me që kanë kërkuar edhe për të dënim maksimal. Edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kozgjatje prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë, sido që të jetë, ka qenë një proces i ngarkuar. Kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të matur dhe të respektojmë vendimet të gjykatës. Sipas aktakuzës së prokurorisë në Prishtinë, përgatitjet për vrasjen e Liridonës kishin nisur rreth një vit më parë dhe se të njëjtit ishin dakorduar që vrasja të kryhej nga i akuzuari Plava, me marrëveshje që Murseli t'i paguante atij 30.000 euro. Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor të vitit 2023 e në fillim të dhjetorit u arrestuan Murseli, Kokalla e Plava. Gjithashtu në këtë rast ishte arrestuar, akuzuar e dënuar në një proces të ndarë, edhe personi nga i cili ishte bler arma e përdorur në krimin e rënd që kishte tronditur vendin.